Ashpërsohen masat e kodit rrugor për shkelësit e rregullave të qarkullimit, me synim rritjen e sigurisë në rrugë dhe uljen e numrit të aksidenteve. Një nga ndryshimet më të rëndësishme lidhet me drejtuesit e mjeteve që kapen në mënyrë të përsëritur, duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur. Në këto raste, leja e drejtimit do të hiqet përfundimisht. Prej hyrjes në fuqi të ndryshimeve të reja në kodin rrugor, drejtuesit e automjeteve duhet të tregojnë më shumë kujdes në respektimin e rregullave të qarkullimit. Në fokus janë shkelje të tilla si i tejkalimi i shpejtësisë, drejtimi i mjetit nën efektin e alkoolit, përdorimi i celularit gjatë drejtimit, mos vendosja e ripit të sigurimit, mos respektimi i sinjalistikës dhe rregullave të përparësisë, si dhe shkelje të tjera që përbëjnë rrezik për jetën e përdoruesve të rrugës. Qytetarët i shohin pozitivisht këto ndryshime, duke pranuar faktin se në disa raste rregullat e qarkullimit nuk zbatohen. Po e drejtë është, ai që pi detyrimisht duhet merë masa më të rrekta, jo me kaq, se marrë njerëz me qafe. Jo, është tamam, në rregull është, të gjobiten që të vejnë në mend. Po çdo gjë është e nevojshme për jetën tonë, edhe për shoferin, edhe për udhëtarin. Se është jetë. Si ju duken, a i respektojnë shoferët? I respektojnë të tëra, nuk i respektojnë. Ja të që e peti neve kaluam, makina kalovi para nesh. Si ju duken këto ndryshime? Shumë e drejt. A i respektojnë këtu në Shqipëri, si ju janë dukur? Unë me sa shikoj, ca i respektojnë, ca. Ndërkohë, policia rrugore ka intensifikuar monitorimin me pajisje inteligjente, radar, kamera dhe dron. Kontrollet janë shtuar veçanërisht në akset nacionale, rrugët interurbane dhe zonat turistike, ku gjatë sezonit veror i të ndjeshëm fluksi i automjeteve. Shkeljet e konstatuara përmes pajisjeve monitoruese mund të pasqyrohen në kohë reale në sistemet përkatëse. Autoritetet rrugore u bëjnë apel drejtuesve të automjeteve që të respektojnë me rigorozitet rregullat, duke kujtuar se masat nuk kanë vetëm karakter ndëshkues, por synojnë mbi të gjitha parandalimin e aksidenteve dhe mbrojtjen e jetës.